Tekst editorit bën jo dhe restart. Pra, do provojmë të logohemi me FTP. Për të na duhet të dhënat e serverit. Meqense serveri ka një problem, nuk mund të përdor domenin, por duhet të përdor IP-n. IP-n e gjejmë me command prompt ping emri domenit. Dhe del 74.220. Pra te host vendosim IP-n. Si me kopi direkt 207 168. User ishte well.point. Më duket Parë bateria. Kush ka shkrimin vetë asnjëri. Ma bateria. Vada që ka. Porta është 21 për FTP. Për të lënë tip dorë në pamsh apo çështë. Jo. Nuk është një pamsh praktike e plak. Shumë praktik. Ti pas ke marrë nga Amazon, tash mos kishte ndonjë këtu. Atëre, tu na hapet serveri ku gjendet fajla. Për momentin s'ka fajl. Po të shkojmë tek C-ja. Zampi. Docs. Kalojmë të tjera për në server. Pra mënyra tjetër se si kalojmë dhe më e mirë, më e sigurt, pak të shikon si po ecën, e kap fajlin dhe e çon aty. Ai thot 0.1% që janë nesër. Gjithsesi, faqen ka interneti tu, jo i çfarë bëjmë domethënë, e bëjmë me Mozilla, e bëjmë me FileZilla apo me Interneti bën time out, s'ka shanse të uploadohet. Do të është problem interneti, që me sa duket e kanë kufizuar të upload. Jo uploadem, por bën time out edhe fillon nga fillimi pastaj. Edhe mund të jetë në rregull, në moment që bën time out fillon nga fillimi, se shkëput. Jo, ato aplikacionet dhe që kanë problem. Tani këtë do e kaloj Gjesi ku i bie në server, se kalimi është thjesht ke çfarë bën, me internet mirë do kaloja, ose normal, jo të mirë, një thonë tjetë normal, kalon. Dhe herës tjetër, pastaj do e mbarojmë hapin, se 10 minuta punë është ajo, dhe vazhdojmë me